Janë! Jo, unë kisha parë, po edhe plesht pederast nuk më të shizës. Burim, seks, qa. Hajde, limonadë, hajde! Une? Telefonike? Ju lutem e keni të lehtë të më lidhni me rajonin e policisë në Hamilton? Qendra telefonike. Ju lutem më lidhni me rajonin e policisë në Strathon. Urdhro, alo. Ju falemnderit. Mirëmëngjes. Më falni që Mirëmëngjes. Tani më dëgjon? Më falni që ju shqetësoj zoti polis, por kam filluar të shqetësohem shumë për burrin tim. Policia e Strathonit? Shqetësohem për burrin tim, zoti polic. Zotin John Smith. Unë jam zonja Mary Smith. Barbara Smith. Bulevardi Kind Lumersh, Rruga Ljuvri, numri 25. 25. 2x2. numër 47. Po sigurisht në Hamilton, zotri, ku t'jem? Këtu pra në Strathon. John Smith, po, është shofer taksie. Punon shofer taksie. Jo, mor zotri, unë shqetësohem sepse ai duhet ishte kthyer që mbrëm në darkë në orën 12. Po, mbrëm. Po në orën 7:30 ai duhet ishte këtu. Tani është ora 8:30. Mor zotri, unë shqetësohem sepse ai vjen gjithmonë në kohë, nuk vonon asnjëherë. Zoti polic nuk vonon asnjëherë. Kronometri thrasi shokët. Po, punon shpesh ashtë orarit, por lajmëron ama, kurse sot nuk ka lajmëruar, prandaj dhe unë kam shumë frikë. Mos e ka marrë gjumin mbi timon, spitalet. Jo, mor zotëri, juve ju moran fillim. O, kini mirësin, ju lutem. Ju falenderoj jashtë zakonisht shumë. 1000 falenderime, zoti polic. Si? Si është? Po ku di unë? Është njeri shumë i mirë. Po ku e di unë se si mund ta përshkruaj tani? Mesatar për të mos thënë i shkurtër. Flokët gështenj, syti ka të shkruar. Syti ka shumë të bukur. Si? Doni karakteristika të tjera. Është shumë mashku. Këtë nuk do ta thosha. Ju falenderit shumë. John! O shpirt! O i vogli! O i varfrim! Nuk është asgjë, mos u shqetësoni më të. O shpirti! Në rregull jam, nuk kam asnjë gjë, Meri, në rregull jam. Shikoj si është bërë. Trauton quhen. Polici Trauton, nga rajoni policisë Hamilton. Tani sa po telefonova në rajonin tuaj? Unë këtë gjë nuk e di zonjë se unë kam qenë me burrin tuaj në spital që për 3 orës. Bashkë. O, John, çfarë pësova kur u zgjova në mëngjes dhe nuk të pash në krevat, nuk mund të ta them dot. Po çfarë pësoi ky zoti polic? Na duket që u ngatrua me sa rrogaç. Çdo? Meri. O, John, o shpirti, moj vogli. Të bëj një kafe, Florini? Kafe, Meri, kafe. Mirë, pije shpirti. Juve kafe, zoti polic? Jo, ju falemnderit zonjë. Në spital më thanë këto ilaçe. Ilaçe? Në qoftë se e zë dhimbje kokës më thanë të pi nga një kokër 2 herë në ditë. Ai varfrim, po ke ngrënje? Po, kam ngrënë një çantë grash. Lere mos më pyet se pash dekën me sy, o Meri. O, syri, o shpirti, falemderit shumë, zoti polic. Ishte një gjest shumë i edukuar nga ana juaj që ma sollët në shtëpi Floririn tim, të voglin tim. Nuk është asgjë, zonjë, nuk është asgjë. Po, si mund ta lihen atë gjendje? Po, burri juaj është një hero, kështu nuk është zoti Smith. Jam. Tani që do t'hiki polici do t'a shikojmë heroin. Mos ikti policiri këtu. Zoja Smith, lutem. Çfarë të kam thënë? Çfarë të... Kafe me kafe. Kafe, John. Përpara se ti duhet të sqaroj disa gjëra. Çfarë gjërash? Po, atëherë mbrëmë rreth orës 11, dhe kur themi 11 nuk kuptojmë gjithmonë 11 të darkës, ju zoti Smith ishit brenda në taksi, kështu? Në fali, sa është ora një? Panqerek. Pra, mbrëmë në orën 11 të natës, ju ngatruat në atë histori me 2 rrugaç. Rrugaç? Po. Po. Duke hyrë në Hamilton, pata të zonjën e moshuar që përpërleshe me 2 rrugaçët. Barbara e mërkur në mëngjes.
Si that? Më falni e mërkurës sot? Po. Ja, ma ja. Po. Mos më vati programi, unë ba barber. Si that? Kjo ishte meri? Po merri, vajti të përgatis kafen. Wow. Pra, në rrugicën o Milton, 2 rrugaqët përpiqeshin të rrëmbenin çantën një gruaje, Ju Barbara 7:30. Jo, zonja Spix 11 e mbrëmjes. Po jo më. Pra, zonja Spix përleshej me 2 të rinj. Ju ndalua taksin dhe vrapuat që ta ndihmonit, Po sa herë të kam thënë? ju lutem. Po sa herë të kam thënë të mos gatrohesh në historira të tilla? Do të vrasin, do të vrasin duke qenë mirë e bukur. Dua të kuptoj diçka zë. Ta vesh të shtrihesh në krevat. Nuk është në gjendje të përgjigjet pyetjeve tuaja. Përse nuk e pyet të Diana Darkë? Po, Diana Dark nuk ishte shumë i gatshëm zoti Smith. Në fillim nuk donte të thoshte se kush ishte. Më vonë nuk pranonte të thoshte se ku banonte, kështu, nuk është zoti Smith. Po ku vajt? Ku vajt edhe unë pleks? Edhe 2-3 pyetje të tjera zonjë dhe unë do t'iki. Në rregull, taksia ime ku është tani? Poshtë. Është poshtë? Po. Në rregull. Pra, vrapuat që ta ndihmonit, Po. Të vëre? Ju lutem me zonja Smith. Po e shikoni mor zoti të polic. Vajti për ndihmuar plakën dhe engri nga 2 rrugaçë. Po jo me meri se nuk e nga 2 rrugaçët, jo. Plaka më do diti në kokë. Plaka. Qarë dore kishte o zoti madh, o zoti madh. Çfarë bëri ajo drejt plakën? Zonja Smith, ju lutem. Ajo kujtoi se mos isha dhe unë me ata 2 alabakte tjerë. Po, ti nuk ishe kështu? Vërtet, njëta djera do më pyesi gjithë ditën ju, zoti polic, po 4 natë që më pyet më meri. Po në rregull, mos u nxeni zoti Smith. Pra, 2 të rinj të zhdukët. Po, njëri nga ata zbriti në rrugën Haj, ju e dini. Unë nuk e di, mund të më bëni një përshkrim? Ua, rruga e Mezit me dyqane nga 2 krahat. Nga the ti dashur që vërdalloset ajo plaka? Në rrugën Haj. Jo, sa ta takoj unë një çike, çikojmë do vërdalloset më nesër? Në rregull mbaruam? Edhe një hollësi të vogël zoti Smith. Në rajon e policisë në dha adresën tuaj, bulevardi Kitlu Mershi numër 25. Po, po. Në Spital Aman na thanë që kishit dhënë tjetër adresë. Rruga Luvri numër 47 në Strathon. Seriozisht? Nuk banoni në 2 shtëpi. Jo, më jo. Tha se mos na sqarohej nga tresën prandaj. Jo. Atëherë me siguri do të jetë bërë në gabim në spital. Jo. Si jo. Po. Po. Natë vonë, zoti polic. Edhe ai doktori djalë simpatik mu duka ma anglishe nuk e fliste aq mirë. Ai na ka ngatruar. Me siguri. Stanley erdhi ma zhduk. Si më je zogu? Mirë? Në rregull jam, nuk kam asnjë gjë tash, mba. Si në rregull? E kaloj. Stanley Garter, jam komshiu që banoj lart. Polici Trauton nga rajoni policisë Hamilton. Takzoni. I mora vesh të gjitha zogu. 5-6 mafiozë me motora, me xhupa lëkure gjithë theku, për nami u bë. Jeni mik i familjes zoti? Po, jemi shumë të lidhur ne të dy, kemi shumë hyrje dale, do të thënë hyn Gjoni, dal unë, del Gjoni, hy unë. Shumë bukur. Do të shpallin e roa. E mo heroizëm ishte. E goditën në kokë ndërkohë që përpiqet të shpëtonte një plak nga 2 rrugaç. Mos e thuaj. Do të lini që të bëjmë punën tonë zotëri. Shkoni edhe ju në tuajin. Kush unë? Po ju. Po unë nuk kam punë. E kom rregulluar kështu që të më ushqej shteti. I papun zotëri me asistencë, tani për tani do me thënë. E kuptova. Zonja Smith, mund të shqetësoni pak, po siç thatë edhe ju, burri juaj është një hero. Për pak do t'ju vinë dhe gazetarët. Po i lë. Gazetarët? Po. Tuaj? Po. Po i lë numrin e rajonit policisë. Ndofta i kujtohet diçka, ndofta mund ta përshkruaj ata 2 hajdutët. Mua ndoshta nuk më gjeni zonjë, po gjithmonë dikë do të gjeni në rajon. Atëherë mirupafshim zonja dhe zoti Smith. Mirupafshim zoti polic. Mos e çaj kokën asnjëherë për ato që do të përshkruajnë nëpër gazeta. Gardner thatë ishte emri juaj. Po ju mund të më thrisë edhe Stanley. Ditën e mirë. Ditë e mirë zoti polic. Alo? Po, këtu është. Kush? Liga? Ç'është kjo liga? Lega. E ç'është kjo lega? Atëherë mbani shnim. Bulevardi Kintu Mersh 25. Porta e parë Majtas, kati i parë. Mirupafshim. Kush është? Nga lidhja e gazetarëve. Gazetar? Lidhja e gazetarëve anglez. Gazetar dhe ti dhe adresën time? Kur e vepër. I thet mi këtu. Nesër në mëngjes në faqet parë të gazetës. Stanley! Nuk dhe lësh asnjëri të futet të brenda. More vesh apo jo? Edhe me fotografi, do të botojnë në fotografi. Meri! Shpirt! Meri!
mos leja se i të futet të brenda, më në vesh apo jo? Po ja për shkoj të sjell ilaçe të shpirt, ilaçe të shpirt. E zemra ime. Stani! Oj, Stani, shkatrojmë po them. Shkatrojmë në qoftë të shkruajnë gazetat historinë time. Pse duhet shkatërrohesh ti? Po se shkatrojët lidhja ime me Barbarën, më merr vesh apo jo? Pse duhet shkatërrohet lidhja jote me Barb? Kush është kjo Barbara? Një zonjë. A dinak, paske dhe dashnore, Fatkeqësisht nuk është dashnore, është më shumë. si mosh, se sa vjeç është. O, Stanley, po unë bas, po them. Po unë bas në qoftë se Barbara merr vesh që ekziston Meri këtu në Milton. Po pse? Si po pse se unë jetoj me Barbarën, s'ta thon. Qa fletme? Ti jeton me Merin këtu në Milton. He, jetoj dhe këtu. Si, do të thënë ke 2 shtëpi? Po. Një këtu me Merin? Po. Edhe një me atë dashnore e moshuar në Strathonë? Qarë e moshuar. Barbara nuk është e moshuar dhe nuk është dashnore, po them. O çfarë është janë? Është gruaja ime, mo. Shiko se nuk e kapa unë të? E, kape ti këtu. Po ti, a i martuar me Merin? Po. Po si do të thënë ke 2 gra? Po. Edhe 2 shtëpi? Po. O, zoti i madh. Edhe unë të quaja për njëri të jashtëzakonshëm. Jo, nuk mund ta besoj, He se mos mundem unë. Edhe unë shumë herë pyes veten. More, a është e vërtet jeta që bëj, po? Po nuk më thua mor tip seksopil. Do më thonë, me hidheshe nga o Miltoni në Strathonë dhe me të dyja. E mo 10 minuta bën me taksi nuk bën shumë. Me të dyja ti, E diçka e tillë. Jo, nuk më thua si Adelman se kjo të kushton një djallë e gjysmë. Jo dhe aq, Stanley, sa naiv je. Edhe Meri dhe Barbara punojnë. Pse do merrja unë grua që nuk punonte? Unë jam njëri modern, besoj në lirin e gruas. Do më thonë, u martove me të dyja, edhe me bashki edhe me prift. Me Merin, para shumë vitesh u martova në kish me prift. Më vonë një Barbarën edhe... U martove me Barbarën. Në bashki pa prift. Edhe fillove të banosh tek Barbara. Stanley, shpirt dëgjoj, se unë jam korrekt në orar. Tashi duhet isha në Barbara në Strathon, shiko 7:30. Ora 11 unë jam këtu. Ç'është kjo? Po kam sojuar një kod, po. Një kod, ë? Kod. A qerrata që ta kuptosh vetëm ti, ë? E ç'është kjo? Shtu mu gi vi. Shtu mu givi? Shtu e shtun. Mu Meri givi gilivili. Pre çuba, ç'është? Pre quba, pre e premte quq mëndurira, ba me Barber. Mu bu damu. Mu bu damu. Në mëngjes Meri, në darkë Barbara. Mua çue, ç'është? Mua que? Mua que? Mace, o idiot. E kam bajtur shënim se e kam 7 zane duhet a qëtë e mjeku. E përrregullosh krimin atë. Pra. Hajde, John, hajde shpirti im, vetëm një dhe pastaj me njerë në krevat. Jo, nuk bëhet shpirt. Bëhet për shpirt, si nuk bëhet të shqetësues, të vëm me njerë në Jo, shpirte nuk duhet të mbas ditën e punës. Ditën e punës? Jere vetë ti? Se do ta ngasësh makinën në këtë gjendje? Do ta ngas vetëm gjysmën e turnit. Gjysmën e turnit? Po. More Stanley. E shikonte? Ky njeri punon sa për 2. Mua ma thua? Shpirt. Vetëm gjysmën e turnit, mirë? Po, Tani do të bëj diçka që ta marrësh me vete se edhe pa ngrënë. Po jo për të ngrënë me shpirt edhe ty të vete vonë për në zyrë. Jo, nuk vete në zyru. E ka vendosur ti i sëmur. Nuk do vesh? Ja. Kurse ti ke kam duke të dalësh për ndonjë punë. Hare, boll të shkjo shtetit. Jo, e rregullovon. Do të bëjmë shofer taksie. Mos e thuaj. Kam filluar të besoj që është zanat i shkëlqyer. Jeri budalla gjatë. Stanley, shko meru një qik me Meri sa të flasur me Barbarën në telefon se do e të shmenu nga shqetësimi. Shketi? Ha shpirt. Me 2 gratë. Kush e di sa bukur është, Shumë bukur, po ik. Sa i thoni jetë e vërtet. Në rregull. Alo, urdhro. Alo? Oh, John, ku je shpirti im? Pse u dhonove një orë? Kisha probleme me taksin. Po përse nuk më telefonove më përpara? Po zgjeta telefon. Shiko, mora një klient nga aerodromi dhe në mes të rrugës mu qa goma. Po tani nga po telefonon? Tani jam lark, jam këte nga Gautushi. Ku je John se u çmenda? Jam në një ndërtestu tipularie. Pulari? Dhe zëri joti pse vjen ashtu? Po se nuk dua të zgjoj këtë gruan e pularistit, e kupton? John, mirë je, ha? Nuk besoj kesh për ndonjë karambol dhe mos ma thuash. Mirë jam me shpirt, mirë vetëm se jam pak si... Oh, John! Ja minutë se erdi ky buri gruas. Qa do më?
Ke telegram nga numri 1. Çfarë thot? Pyet çdo të bëj për drek. Do byrek apo do vezë? Nuk më intereson, thoj. Pyet e njëri numrin 2, do të bëj gjë për drekë? Atëherë thoj, dhe byrek dhe vezë. Kafe? Kafe. 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 Shpirti. Urdhro. Është ky burri grua së Pularisë. Dëgjoj. Urdhro. Është nga ata fshatarët, e kupton? Dëgjoj, foli çik se i bëhet çepi, foli. Po, John, po. Alo. Ha. Una. Alo. Ajo. Që jeni ne këni nga fshati, Alo, Alo, John. Shpirti. Urdhro. E shikon si bën ky? Me e dëgjova. Fshatar me fshatar. E dëgjova. Ej, shu, të moran telefon para se të vesh në zyrë që mos bëhesh e merak. John. Ha, Unë nuk do të vete në zyrë sot. nuk do vesh? Jo, edhe ti nuk do të shkosh. Edhe unë nuk do shkoj. Po, nuk e kemi biseduar për para disa ditësh të ty vetëm? Harove? Wow, Ama, John. Shpirti, Urdhro. pre quba. Pre quba? Unë arova fare, po sot kemi ditën për çmendurira. Sa dinak që je, John. Nuk besoj kesh haruar, Jo me Shpirti, jo, po vetëm ajo taksia ma prishi programin. E tani tu rregullua, rrëmbet taksin dhe hajde me njerë këtu. Burim, seks, qa. Ej, qa? Urdhro. Erdha, për 10 minuta jam aty. John, tu thosh me kujdes shpirt, mos të sjellin në shtëpi copa. Ti e di shumë mirë që unë të dua të tërin ldup komplet. I just call to say... Insieme. John! Alo, Shpirt. John, je në formë shpirt? A jam në formë? Ha. Ja i minutë se kush i bje ziles? Po çfarë të duhet zili aty, John? E që puka mund me zile një? Po pra? Prita telefon. Alo, Alo. Shpirti, kështu miru pafshi, po vi me njerë. John, Shpirti. duhet marrësh dhe rajonin e policisë në telefon. Rajon e policisë? Po, ose jo, lëre më mirë se po e marr unë. Mirë, pse duhet marrë rajon e policisë? Po e njoftova për vonesën tënde sot në mëngjes. Vonesën time? Po. Po unë joru vonova me Shpirti. John, të lutem tani. Mirë, mos bëj as një gjë se të marrë vetë masi minute. Jo, John! Po jap. John! John? Çfarë është? Në kushinë ti. John! Mu duk sikur të gjova John. Urdhëro. Alo, urdhro. Urdhëro të thash. Ju faleminderit, po e pres. Prisni kë. Mua më presit, mua, më fal. Kam dhënë numrin tënd të telefonit sepse interesohem për punë. Alo? Vetëm për punë është fjala, Alo? Alo. Se të dëgjoj poshtë? Ke dhe receptorin së prapë, si budalla. Alo. A tani të dëgjoj sipër. Alo? Unë Stanley Gardner jam. Jeni ai zoti Pularis Kokokos, ha? Natyrisht, unë jam ai... Kokokos. Alo. Urdhro. Kërkoni të flisin të mua, më Jo, duket. unë nuk dua. Natyrisht, edhe unë i marr parasysh të gjitha kërkesat tuaja. Çfarë? Më kupton? Po i dërët kafe juve? Po, unë interesohem. Po interesojeni për çfarë? Alo, Urdhro. mos doni t'ju marr përsëri zoti Smith. Jo, unë preferoj ta pres, ashtë mirë zoti Smith. Tani është diçka më mirë. Si ti? Çfarë? Era e fshatit i bëri shumë mirë. Çfarë thua, more? Po. Çfarë ka pësuar? Goditi pak kokën. Kokën? Po, e goditi një gomarcic. Gomaric. Më falni se duhet ta mbyll. Alo? Pa më gazetar. Alo? John, Alo, o shpirti im, je i goditur? I goditur? Po, në kokë. Ha, po. E pra, se më tha i Pulaciu që t'ka goditur një gomarcic. Qarme? Rit, një gomaric, Po John. jo me Shpirt, qarë gomar këtu, se mos është vetëm një gomar këtu, janë komplet gomer. Po, John, Ha? po sikur ti dhe mund deri në gatush. Po jo me Shpirt, se nuk jam në gautush, moj. Urdhro. Qa më thoshe për policinë, së në thonë? Mora rajoni. Pati të gjithë. Po të prisni minutë, thra s'ka sapin. Po çfarë dua kasapin punë, o John? Moj ti, atere, prisi të vi i zoti Gardner, prisni me ta. Ua, kush është? Hadi Shpirt. Shpirti, erdha ta gazetarë. Alo? A erdhën gazetarë? Erdhe në dera. Erdhën, Biru. Veri. Alo. Gjoni! Qa pare, Gjoni? Që i dërgove atë? Filloj një qiri gazetarët! Jenë Terezi, shkojnë shkota!
hape. Alo tu. Mbajmë. Alo? 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 Ku është burim? Në tualet! Më thuaj të lutem, bëri karambol? Jo, tani më duke se shkoj për karambol. Stanley Gardner, dua të flas me burin tim të lutem me zotin Smith. Tualeti ndodhet në anën tjetër të ndëtesës, zonjë. Thuaj të marrë në telefon me njerë sa po të dal nga tualeti. Dëgjon? Po, e qartë, çfarë numri keni? Po e di numrin a je di? Urdhëro çfarë numri? 6-7-4-3-1-0-5. 150. Po 1-0-5. 105 të rregull. Thuaj të marrë me njerë në telefon. Sepse duhet të di se çfarë duhet të bëj me policin. Policin? Po. Ju lutem, në asnjë mënyrë nuk duhet keni lidhje me policin. Ua. Morë, rringa të ku jeni. Më falni zonjë. Më ikën kulat. Iku. Iku kush? Johnny. Gazetari na bëri një fotografia, ja mori dhe na bëri copë. Aparatin? Jam ja hundën. Nuk arriti të marr aparatin. Nuk më thua çfarë ka zënë Johnny. Johnny tani ku shkoi? Mori taksinë e tij dhe iku. Nuk e besoj të ndjeka të fukara gazetari. O, zoti ma. Kam frikë se mos ka shkuar Tek cila më? për të bërë lutjen e përditshme. Unë po shkoj të shikoj për Johnny. O, urdhroni. Më falni që po u shqetësoj në këtë orë të papërshtatshme zonja Smith. Më vjen shumë keq. Bësh e fjalë për burin tim, that. Apo jo? Keni njoftuar në rajon, më thanë. Më fal se nuk u prezantova. Porteraus. Polici Porteraus. Aha, do të më falni një minutë. Ju lutem. Urdhroni uluni. Faleminderit. Thank you. Alo, urdhron. Stanley Gardner. Dua të flas me zotin Smith. Natyrisht, do të vi, po më thatë ju them të mos keni asnjë lidhje me policinë. Qartë? Me policin? Po. Po policia është këtu. Çfarë thatë? Policia është këtu. I thuaj policit që është në rregull. Policit! Cili polic? Nuk kam asnjë dëshirë të bëhem polic. Po, kjo punë këtu më intereson. Nga zyra e punës, duan të na veshin policat. Dëgjoj, unë po shkoj të shikoj për Johnny. Kam frikë se ajo goditja në kokë i ka bërë më shumë dëm se sa e menduam. Ka ndodhur gjë zonja Smith? Jo, nuk besoj. Keni njoftuar në rajon se kërkoni burin tuaj dhe ne në anajon kemi kontrolluar në të gjitha spitalet. Ju falemderit shumë, nuk kam asnjë problem, u gjet. Puku. Po janë sa gjëra që unë dua t'i sqaroj zonja Smith. John! O zemra ime, kjo koka jote, more John! Unë jam e kaloj, nuk kam asnjë gjë. Zotria, është nga rajoni i policisë. Rajoni policisë? Togeri Porteraus. Si me je? Mirë me je? Atëre unë erdha jam në rregull, na falni për shqetësimin. Hajde miru pa. John! Po shpirt! Po janë sa gjëra që unë dua t'i sqaroj zoti Smith. Ju i sqarove, po e di që nuk ndjem dhe aq mirë se kam rënje në kokë. John Smith, ndihma e shpejt. Dëmtuar let objekti që shkaktoi goditjen një çantë grash. John? Po që koincidencë. Koincidencë zoti Smith? Po dy John Smith e të dy me ngjarje në të njëjtën ditë. Ky do me thënë nuk e di. Po jo me shpisë John Smith është emër shumë i prapur, pastaj ky ka ngënë çantë në kokë unë nga shkelm nga gomari, shiko si. Po me thënë nuk e ti që në orët e para të mëngjesit Jo. kalonit në Hamilton me taksin tuaj. Jo. Me taksi? Këtu thot që ai tipi kishte taksi. Taksi, John? Kjo është një koincidencë shumë e madhe. Këtë tamam them edhe unë. John. Policia! Ka ndodhur gjë? Jo, më është do t'i policë, po këtu thot që John Smithi tjetër ka ikur nga ndihma shpejt në orën 8:30 të mëngjes. Po. Nuk jam unë. Unë atë orë kam qenë në Pulari. Telefonova? Po. O zoti ma sa gjëra të U sa vendi keq atje, o zoti ma. Urdhroni, do t'na falni shumë. Na fal, ha? O John! Hajde me shpirt! Zemra ime! O John! Edhe diçka zoti Smith. Edhe diçka tjetër. Një kolegu im në rajoni Hamiltonit e qoj zotin Smith në shpinë e tij në Hamilton. Me siguri? Ai tjetri do të bënë në Hamilton. Si kuptova, zoti Marit, ku e qovi?
Një kolegu im, nga Omiltoni e qoj zoti Smith në shpinë e ti në Omilton. Ai tjetëri do të banoj në Omilton. E pra kjo është një koincidencë shumë e madhe, do. Këtë ta mamë them edhe unë. Sigurisht. Në rregull. Pra mirë po. Po më duket zoti polici, arsyeja që kanë dhënë këtë adresë në ndihmën e shpejt, është edhe unë kam qenë në spital para 2 ditësh. Qa shpirti im, po këtë nuk ma ke thënë zemra ime. Ishte në gjë serioze vogla ime se ngra një në kokë. Shumë ka hequra koka juaj. E përplasën për çdo moment, po yra dhe dola për 10 minuta. Ata ishin detyruar të merrin të dhënat e mia, kështu që nuk ka shpjegim tjetër. Nuk ka. Nuk ka. Se në spital që nga ajo ditë kanë dhe adresën time, kanë dhe adresën ati John Smithi tjetër. A i John Smithi tjetër ka kërkuar nga policia, si ta qoj në shpinë e ti në Omilton. Ati kur i unë do me thënë. Kur vati polici të marrë karterën time, më solli këtu. Po! Edhe... Po! Ky mund të jetë shpjegim. Pra! Në rregull. Në rregull, Në në të siklet ka që të ma. Më vjen keq, madam. Dhe diçka tjetër. Koka juaj. Kush e u mjekoj? Pa tha mbas 2 ditësh. Për plasja zotri, aksidenti të mërshëm. Nuk shkova fare unë, se ishte një infermierë në Pularive. Infermierën Pulari. Gruaja Pularisit, ajo ma mjekovi kokën. Tash unë përveç fatkesis jam dhe me fat. Fatmirësisht kështu që aksidentët tuaj nuk thënë fatkesi. Në rregull, ditën e mirë. Mirë pafsh. Ditën e mirë. Gjo. Mbyllë atë. Ta mbyllum dera. Mbyllë atë. Mbyllë atë. Jo, në rregull, është në rregull. Jo, unë do të marrë në telefon të gjeja të trautonin. Diku ma shkruajti numrin e ti, më thanë qofse do të më duhet ta Nuk më duket marrë. arsyeshme. Ja, ky duhet jetë. Shiko, Gjoni do të mërzitet shumë nëse do të telefononi policisë. Po shqetësohem, mor kam frikë, kuptonte? Pastaj ata duhet ta marrin në spital derisa të siguroheshin që ishte shumë mirë. Në rregull, në rregull. Alo, Po. jam zonja Smith. Alo, qendra policore Hamiltonit? Alo, Ka ndodhur gjë? dikush po vdes në rajonin e policisë. Alo. Hamo, ka njeri aty, përse nuk përgjigjet? Po cilin nga këto 2 numra more ti? Ja pra këtë 67, 43, 105. Ma jep mua? Alo! Stanley Gardner këtu! Stanley Gardner! Po mimo që djallë pate. E pra, ishin ngatruar linjat në qendër, në kupton e kapa. Alo! Më lidh me një nga ato 2 burrat tuaj. 2 policat tuaj. Ore, stane në emër të zotit Çank do buda vllaj që shlo. Unë flas në emër të zonjës Smith, se e kam këtu, më kupton? Interesohet shumë për shëndetin e burrit të saj, Po mirë, ku djalli gjejtë këtë numër telefoni jetë? E pra. Alo, më jep një policin trauton. Ashtë i holle dhe i gjatë. Alo, më jep një policin trauton. Ashtë i holle dhe i gjatë. Alo! Ky është trapi. Gjon, Shpirt! je në formë? A jam, thua? Vetëm se do iki prap. Qarë? Do iki se do filloj vrapimet. Budalla! Unë me zi po e prisja këtë qast. Do ta kaloj shumë bukur me Barbarën.
Kështu, zoti polic, si që shpjegova dhe më parë, kjo ishte gjendja e jashtëzakonshme e zonjës Smith. Mund më thoni tani, pse e doni zonjën Smith? Po, ka ndodhur një ngatresë në adresën e zotit Smith. Kështu? Po. Nuk dim se kush banesa e ti vërtet, këtu në Hamilton apo në Stratford. Jo, këtu në Hamilton është. Zoti Smith beson se ka ndodhur një ngatresë në spital, ndërsa unë kam dyshimet e mia. Kur u ktheva në rajon më thanë se një tjetër John Smith është deklaruar gjithashtu i zhdukur në lagjen Stratford. Kështu? Po. Dhe është pikërisht adresa që kishin dhënë në spital. Atëherë erdha të vërtetoj se ku ndodhet në këtë moment ky zoti John Smith këtu. Mos e dini ku shkoi. Johnny? Po Johnny doli. Shkoi në punë, mori taksin dhe iku. Në rregull. Po shkoi të hedhni sytë e zotit John Smith. Jo, ku do shkoni? Në Stratford. Jo, më falni, me çfarë do të shkoni? Me autobus, nuk është larg. Më falni, zoti Toger, pse duhet shkoni se lagja juaj është këtu në Hamilton? Jo me shërbim, zoti Gardner. Thjesht një vizitë përpara se të kthehem në shtëpinë time. Diçka nuhas në këtë histori, Zoti Gardner. Mos keni gjë dijeni sa dënohet bashkëfajtori? Bashkëfajtori. Jo, nuk e di. Zoti Gardner. Ditën e mirë. Alo, Stanley Garter tu. Kush? Stanley. Hajde pirdhur pra. O idiot, ne po beshim gati të fillonim ti tashina shqetësone? Ore, këtu shati digjet, ju aty po e krihni. Alma, le shaka. Dëgjoj. Pas pak aty do të vi trauton. Cili trauton? Ai polici që solli sot në mëngjes në shtëpi. Togeri policis? Po. Vjen këtu? Po, kërkon të gjej atë Johnny Smith tjetrin. Hytem në sems. O Stali. Ore, dëgjoj këtu. Ai kujton se ti ke lidhje me ata dy alabakët që goditën plakën. Ku lidhje me dy alabakët? Po plakën se goditën njëri, po plaka më kopalisi mua. John? Pastaj çfarë lidhje kam unë? Nuk e shikon se si ngelën? Po. Mos më thuaj më që ishte ai kokokos, ëh? Ai është për shpirt po vishu. Unë të vishem. Vishu. Nuk vishem. Vishu. Jo, John, isha shtrirë në krevat tani. Je me krevatin e vendosur. Çfarë? Do të ndjesh shëtitje. Shëtitje? Oh, di një restorant të shkëlqyer. Do vem të hamir e mirë. Do pimi e mirë dhe pastaj vemi. Alo, dëgjoj këtu ti kokokos. Edhe Nuk mund të ndihmoj burri im në këtë pikë. Nuk ka pasur asnjë lidhje me pulat ai deri tani. Zonjë, nuk janë tamam puna. Nuk duam puna. Janë të mrekullueshme. Nuk shëndan vetëm. Pillin 3 herë në ditë. Nuk pill kanë 100 herë në sekond. Vishu. Çfarë bëhet me atë gjë me pulave shpirti? Ai është, Vishu. Nuk do të vjen John. Vishu. Alo. Johnny. Dëgjoj këtu ti zoti Pula. Johnny. Hey! Mendoj se telefonata tuaj do të pushojnë. Johnny, shqetësohen për Merin. Për lopën. Lopa. Vishu. Johnny. U vesh si e çmendur dhe doli të kërkoj. Po çfarë mund të bëj këtu ku jam? Po kam frikë se mos shkoj të takoj atë policin trauton pra. Lopët janë të mistershme, pse se di unë këtë. Çfarë mund të bëj këtu ku jam? Po si ti the Merit të vitë të gjej aty ku je? Bravo, shumë mirë që të vitë më çaj me britë më lërë më dysh këtu. Pra ç'të bëj? O ti, o zoti Karten, bëni çështë mund e përmbahuni vetëm o shpirt. Alo, Johnny. Të përmbahen. Të përmbahen një dem se po ndjek një lopë që ka ikur. Shpirti ikim ne? Po. Kështu do vem të ha mirë e mirë, pi mirë e mirë, e pastaj vim kalojmë gjithë pas ditën në dhomën tonë të gjumit. Po, John. Shpirti, do kthehemi një 10 minuta nga banga tende? Të të marrë në lekë borqë dhe t'ja prapë. Hajde. Mos! Është policia kundra drogës. Policia kundra drogës? Janë efektuar pulat, ata po më thosh dhe ju. John! Shpirti, jo, po ti policia thoja të ndodhën këtu. Po më kërkuan mole e unë takim pak më vonë. Hajde, shpirti, absolutisht. Zemra ime nuk më thua e ke në vend kokën? Incidenti rënd vjedhje pa armë, taksi G.
O, zoti madh. Meri! O, urdhroni! Meri! Meri! Urdhroni! Më falni, madam. Jam komshiu i ri që banoj këtu lart. Po? Shtëpi e re, madam, s'kemi asgjë. A keni pak Coca-Cola? Pak limonat? Pak çokoladë? A keni pak kek? Po si? Pa tjetër. Mos do pak sheqer dhe kafe? Tani jo. Më vonë mundet. Dama, Urdhro? jemi mbytur me bojë dhe naftë atje lart. Kam frikë se nuk kam aftësi fare në atë fush. Asun! Është e debeli stili im, nuk vetor fare. Të gjitha nga unë i prit. Përfitoj nga rasti, Barbara Smith. Bobby Franklin. Madam, ku jam afër te, nuk e di, a jam asem, madam. Do të gëzohesha shumë nëse do të ndihmoja. Dama, mos vjen koja ajo. Jam nga ata që të bëjmë rrodhe. Kam një burr që i zë shumë dora. Me të vërtet? Po, është dhe nga ata që përshtaten shumë shpejt. Edhe nëse është i bukur, ne jam të zotë fshirë nga Sirli, do të rëmbej. Dama, a Sirli është i imi. E kuptova, ja më falni. Ka gjë, madam. Meri! Më falni. Në shtëpi hani ju dhe Sirli? Po ne ham kudo e dashur. Po çokolladat i hani? Në asnjë mënyrë, mbaj linj, ja shëndosha shumë kohë të fundit. E shumë. Ka gjë, madam. Alo, Alo, zonja Smith? Gabim Floririn, Më falni atëre. unë jam ai si për asaj. Nuk më intereson. Në qoftë se jeni dhe poshtë saj, desha zonjën Smith. Do ta jap Floririn, përse mos ta jap? 1 minutë sa ta rast. Zotin Smith, desha, është aty? Po. Jo, nuk është kështu. Nuk është. Mos e pa të largohemi prapë në shtëpi? Nuk e di si iku, duke vrapur apo duke nxituar, më falni, po nuk mbas syri fare. Po ndonjë nga policia ndodhet në këtë moment në shtëpi? Policia, po ky ç'është? E tim telefonik? Çfarë timi, çfarë timi? Po vetë ti tras zonjën Smith. Jo, se mjaft e kemi shqetësuar zonjën Smith, si unë ashtu dhe lopët e mia. Lopa? Po dëgjoj këtu. Alo. Idhi një sy dhomës mos ka në një gazetar aty. Sta? Po. Nuk jeni mirë. Ka akoma njerëz që blen atë. Po idhi një sy shtëpisë mos ka në gazetar aty. Hajde. Nuk besoj, nuk shikoj gazetën unë. Shumë mirë. Asit mos e blesh, more vesh. Po ti çfarë jeti? Kundërshtari i gazetës? Çfarë kundërshtari marr? Po dëgjoj këtu. I thuaj zotit Smith që të telefonojë zoti Gardner. Është bërë moll sheri këtu në pulëri thuaj. Qartë? Aq net. Bobi urdhroni? Më falni madam. Po? Por sa ngrita telefonin tënd. Ju faleminderit shumë, po çfarë kërkoni? Nuk e di. Foli për shtypin, pulat. Pulat. Nash bërë dhe idioti. Zoti e luajë ju madam. Më falni. Më thati them zotit Smith që është bërë mollsheri në bilari. Gjeleri, puleri. Do të vi dhe unë me ty jashtë. Mundimi kot madam. Bye. Bye bye. Më falni, po të gjitha portat ishin të hapura. Vërtetë? Mos u ngri. To geri policisë Porter House. Rajoni 35. Jo, strathon 13. Strathon? Dua një të dhënë të vogël, nuk është asgjë, domethënë. Jo, unë Mos u ngri. Bëhet fjalë për një njerëz që ka të njëjtin emër me ty, zoti Smith. Të njëjtin emër me mua? Po, ekziston edhe një tjetër Smith me emrin Smith, zoti Smith. Dhe e dini që ai ishte taksigji? Vërtetë? Vetëm se ai banon në strathon. Më falni unë. Mos u ngri se do të godas, edhe pastaj do thuash që e ka fajin policia. Pra unë isha në strathon ku bizetova me atë tjetrin Smith dhe tani erdha këtu që të bizetoj me juve. E po. Ta marr djalli, ta marr. Urdhë si është puna, çfarë kërkoni? Dua një të dhënë lidhur me atë goditje në kokë. E po, më kaloj shpejt. Nuk ishte ndonjë gjë e madhe. E çuditshme, nuk ka asnjë shenjë. Po si do gjithë ketë? Një bri ishte. Për plakën e keni fjalën. Po, për lopën. Lopën. Desha të them që ajo plaka ishte sa një lopë dhe më goditi aq fort sa që nuk la shenjë. E shikon? Po. Si përfundim të gjitha këto që thoni ju, janë njësoj me denoncimin këtu. Vërtetë? Po. Ej. Më falni tani, zoti polic, po mua më duhet të shkoj të bie në krevat. Krevat? Po. Është e mërkur sot. Muvubu. Muvubu? Çfarë është kjo muvubuja? Nani me gruan, kupton? Tani e kuptova.
Meri, sa mirë bëre që erdhe Meri, shumë mirë bëre. Që nga momenti që e larguar ti, Të lutem shumë gjitu lart. shiko, që nga momenti që e larguar ti, deri tani nuk ka ndodhur absolutisht asnjë gjë. Ja, Mere, lexoj, të kam shkruar një letër. E dashur Meri, të gjitha në rregull, vendimi im është të biesh në krevat. Do të shoh shumë shpejt, mirupafshim. Stanley, mu bu, më kupton? Më fal, harova t'ju prezantoj generali i policisë, reshteri i policisë, togeri i policisë, Porteraus. Për Gjoni në shpjalla? Është në rregull Gjoni? Besoj. I folët ndo pak? Sigurisht. Kur biseduat me burrin tim? Tani pak para, nuk folën në të dy, a? Ku? Çfarë ku, Floririm, çfarë ku? Ku ishit kur biseduat me Gjonin? Unë isha këtu, ai ishte atje. Tamam, atje. Po unë po e kërkoj dhe s'mund t'a gjej në asnjë vend. E kërkoni? Po pse mos e dini ju se ku ndodhet tani? Kush do një kafe? Burri im, ku është? Ku është çështja e tij sepse ai kërkohet nga policia. Stanley shkoi në shkollë shpirti i vogël. Ku shkoj? Po, i dhash një lirë, i bleva një çokoladë, e mora për dorë e çova drejtë në klasë. Ore, nuk më thua çfarë ke pësuar? Unë jam shumë mirë. Edhe juve nuk jeni mirë juve, ha? Jeni apo? Jam shumë i kënaqur që gjeta që pash edhe që bizetova. Unë i kam kuptuar që të gjitha. Me ka biseduat ju? Me mua, natyrisht. Nuk kërkuat ju që të bisedonin bashkë, ha? Nuk ju sqarohen pik për çdo gjë, ha? Mbaroj çdo gjë. Kushash, të lutem. Po përpiqem të ndihmojmë, kupton? Po më ngatron, më nuk e kupton që më ngatron? Edhe të lutem shumë, ndërpriti budallëqet, se do të pushnoj atë që sta pret mendet. A dolën gazetë? Dolën faqet parë, këtë botuar dhe fotografinë. Burri juaj herozonj. Boq fotografi e të mërshme, unë pas kam dalë shumë keq edhe Gjon... Më fali, se kjo fotografia duhet grisur. Duhet grisur se duhet grisur, prandaj unë e grisë. Ore, nuk më thuat ju, dehe që në mëngjes? Sa ide e mirë, e pimë nga një whisky dhe të dy? Jo. Do na bësh një nder, Stanley. Po do të vënohet kur të kthejmë nga shkolla se të luaj me peta me fëmijët. Të pyeta njerë, ke pirë? Whisky do t'i apo kam parë. Alkool, jo. Edhe juve, zotëri, do të më thoni më në fund çfarë kërkoni këtu në këtë shtëpi? Edhe ju zonja, mund të më thoni në fund të fundit. Stanley, është djali juaj? I ka ndodhur gjë Gjonit edhe nuk më... Jo zemra ime, jo. Të lutem shumë, gjitu lartë. Mua të më falni se nuk duat ngatrojmë marrëdhëniet tuaja familjare të largohen. Shumë mirë, largoheni. Të rini aty ku jeni ju, kurse ti në gjitu lartë. Jo, Meri, jo. Në qofë se nuk do largohesh me njerë, do thëras policin të marri zvarë. Mirë, jo, në rregull. Unë largohem, po unë desha të bëja vetëm të... Au! Jo se nga këto numra bëjmë për ditën. Nuk besoj se duhet ta nxilit jashtë në këtë mënyrë pas gjithë atyre që hoqë zonja Smith. Ai në gjituri më fryn, mos mirë njos. Mo të gjithë kemi grindje të tilla. Shko gje dhe jepi një 2-3 të puthura të ëmbla që ta zbusni. Të puthura? Ilaçi më i mirë. Bëni atë që kishit në program. Nuk e kisha në program një gjë të tillë. E kishte ai. Mu. Ashtu, Atëre ju siguroj, zoti polic, se nuk do të shtrihem në krevat me atë idiot. Ma tani nuk bën që të flisni kështu. Ore, çfarë bashkëshorte më kujtoni mua? Jo, në të vërtetë nuk e di. E po në qoftë se filloj të tilla punë, niku martesa. Të shtrihem bashkë me të në krevat. As jam shtrir dhe as kam ndërmend të shtrihem as me atë as me asnjë. Në rregull. Po në qoftë se nuk je shtrir me të në krevat, atëre si e keni bërë piqirukun Stanley? Nuk kam bërë ndonjë
peciru Po kundër kanë parë sytë e mi, kanë dëgjuar vesh e mi, po gjërat të tilla jo, as kanë parë dhe as kam dëgjuar ndonjëherë. O, zoti madh, ky nuk është në vete, duhet këtë shkar. Po ti ishte këtu gruaja ime, do të mësonte ca stile grashë. Sa jo di shumë stile grashë, me sa sho unë, ti nuk i di të tëra stilet e grave. Unë di vetëm stilet e burrave, qartë të thënë. Më falni, juve keni marrë diplom për polic apo për seks? Polic. Polic? Atëhere dëgjoni këtu, zoti polic. Ajo që më intereson mua të mësoj është se çfarë i ka ndodhur burrit tim. E vetmja gjë që mund të them zonjë është se çështja u sqarua. Po. Do me thënë, unë jam plotësisht i qartë. Më thatë pak më përpara se e keni parë dhe keni biseduar me të. Unë dua të di ku është tani. Lart, Dhe çfarë kërkon Gjoni lart? atje, nuk i tha të shkoj. I thash Stanley, po the. Po piqiru ku stane është në shkollë. Urdhra. Alo, O Gjon, o shpirt që t'ju që të kapa. po ku je shpirti? Më gjbetet. Këtu? E, Këtu është një polic. polic? Po pra nga stra, thoni Gjon. Doni ti flisni? Jo, të fala, thë. Ky polici thot që nuk i duhesh Gjon. Ha në regull, shpirt. Urdhra. Po Stanley, esh aty? Stanley? E foli pak. Stanley, Eh. nuk do të hyj më këtu brenda. Është bërë zurzull që në mëngjes idioti ka filluar me pije. Alo, Urdhra alo, shpirt. o shpirt, digjo, për 5 minuta jam aty. Do vish në shtëpi? Erdha shpirt, Gjon, erdha. po shtrije për krevat dhe po të pres. Më prit shpirt, më Ka prit. marrë malli shumë, Gjon, të puth fort. Erdha me shpirt, Bye. erdha. Hajt, miru pafshi. Bravo! Bravo që u rregulluat me burrin tuaj, kapriçat nuk vlejnë zonjë. Atëra unë po largohem, miru pafshim, mos u ngri. Edhe diçka tjetër zonjë, një këshill të vogël për Stanley. Hiqja brekët edhe jepi të kuptoj se ndryshe nuk ka për të bërë njeri për gjithë jetën. Mama! Të qëndroj ashtë bankës 10 minuta dhe mos u di se çfarë të bëj. Më fal me Florini, më fal, thash që u vonova në qikë. Sot vetëm të vonohesh diti Gjon. E me le këto shpirta, me si kaluat me polici. Me cilën polici? Atë për këto, Nuk ishte policia. më ti do thua që ai do kërë policisë nuk ka ardhur akoma? Jo, Po kush ishte? ishin ato komshin të lartë, donin të pinin pak Coca-Cola. Tem në sëmës. Atëherë unë po shkoj në dhomën time, po pi një kafe dhe po lexoj 5 minuta gazetën. Po le me shpirt. Po, Qa gazetën? Star. Star? Po. Doli? Wow! Gjon, shpirti im, çfarë bate? Një si fik këtu. Mos ka të reja të këqija gazeta? Jo. Ha? Në emër të zotit Gjon, çfarë ju duke bërë Gjon? Ku e të mërshme? O mra, pika diçka do t'kesh pësuar në kokë nga goditja që ke marrë. Gjon, po! 36, 37, 38, 35, 35. Ore, ishtë të mirë. Ju do t'jeni i kësaj zonjës të këndshme, apo jo? Ba, nuk prish punë. Vazhdo punën të ndi. Bobby Franklin, si jeni? Jo, bëdjet. E qërtë. Edhe unë kam tjetë të ndrojnë ndonjërë me nunë, po njëri që taj gazetë u s'kam pa. Madam, falenderoj shumë për kekë. Ju lutem. Ishte i mrekullueshëm. Kërë. Opa! Gjon, çfarë po nuk më thua u çmende? Po shkoj të marr pa kafe që të zbresi poshtë. Na bëre dhe rezil përpara zotit Franklin. Zoti Franklin? Po. Nuk të duk që janë normale? Ty të duket vetja normal. Zoti Smith? Pra është të drejta ajo që thonë që një taksixhi shkon kudo, Mos më citoni as pak. Në qoftë se vini në vete, mund të më shpjegoni se çfarë kërkoni këtu? Më duke se erdhi ora t'ju të regoj diçka, zoti polis. Ashtu? Bravo. Bet fjalë për këta apartamentin këtu? Po. Është i imi. Joti. Po? Nuk më thatë asgjë për këtë apartament kur ju pash sot në mëngjes.
Nuk thash. Kur bizeduam për John Smithin tjetër që rrinë në një apartament në Stratham. Po, Nuk treguat kujdes, Nuk i dha të rëndësi atë moment, nuk ekziston tjetër John Smith, vetëm unë jam, zoti polic. Kështu? Dua të them që zonja Mary nuk ka djeni për këtë apartamentin këtu, se këte e përdor për ashtu. Rastet veçanta. Për vetëmi, për të E kuptoj, sa histori të tilla kërkojnë në vërtet vetëmi. Çfarë historish? Do të zbulojmë edhe këtë. Qelbegje. Shumë gjëra qelben këtu, zoti Smith. Që kanë sytë e mi? Asgjë. Shumë mirë janë sytë tu. Kur do të ma thoni? Çfarë t'ju them, o zoti polic? Unë jam një qytetar i ndeshëm që zbatoj ligjin. Kush e mbylli derën? Po kjo? Ej! Vazhdo të pastrosh e 5 minuta ti. Çfarë the? Shtë pastrusja. Po nuk jam mbyllë derën e hape dhe nuk pastron fare. Jo lumtë që mundeni të keni edhe pastruse. Më falni një minutë. Një minutë, zoti John. Nuk dua t'ju mbas. Nuk kemi mbaruar akoma ne të dy. Jo. John, hapet lutem. John! Po hap. Nuk e kuptoj, çfarë pësove? Ka pësova? Ndjenja erotike eja. Ku? Në dhomën e gjumit me? Zemra ime, po ti sikur se që do të shkoni në restorant. Gjemë në restorantin? Ajde se mundesh në një gjakra të shpirt. Zemra ime do ta kesh nga gazeta që hëngre me siguri. Po. Kush është ke dera? Gjvishu ti tha që jo kushlit e dera. Po, John, shpejt. Dhe plati, Keni vizita. Kush është? Zoti Gardner. Më vjen shumë keq, Johnny. Bajti pra loja ka maruar. O, zoti maf. O, zoti maf. Stali, u them t'ja themi dhe të mbarojmë. Çfarë të më thoni? Ti themi çfarë? Çfarë? Më kujtova se ju e kishit kuptuar, zoti polic. Çfarë të kuptoj? Çfarë të kuptojmë? Çfarë të kuptoni? Ata pra që më detyron të mbaj 2 hyrje. Përfundimisht më thoni qartë, zoti Smith. Çfarë nën kuptoni ju? Do t'ja them të gjitha, zoti polic. Një histori dashurie për çmuar nga opinioni. Mama pse më lindej? Shikoni këtu, zoti polic. Ky njeriu i mi dashur ka pësuar shok. Unë bëra që shke mundur të andimonja. Kurse ky Stale është i smur. Do që të... Hey, Johnny, je në Terezi? është pederast. Jo, Johnny, më vjen shumë keq, ha? Jo, se unë u përpoqa të ndihmoj mjaft, por nuk mundem dot më. Jo, më vjen shumë keq, Johnny. Ua, Stanley! Nuk mundem unë të dalë në shoqëri të më thonë pastaj që je peder. Ua! Stanley! Jo, Johnny, mjaft. Ngërje kokën s'kap se të vjen turp. Ua! Stanley! Se na dëgjon dhe zoti polic këtu. Nuk di se ç'të them. Jo, kurse unë e di. Ua, Stanley! Ngërje kokën s'kap se të vjen turp. Ju si thoni zoti polic, nuk ka të drejtë të skandalizohet kukulla ime? Unë them që duhet të iki. Ua, do ikni? Me një fjali sa keni. U përqendrova tek të dhënat e mia, dhe them më mirë ta mbyll të faqe se sa më shumë të mbaj hapur. Vjen erë. Zoti polic, besoj se s'është e nevojshme t'ju themi që e fsheta jon nuk duhet të prapet se e kemi dhe në dignitetin ton. Nga mua nuk do të merret vesh. Po ju faleminderit shumë, zoti police. Stani dhe unë ju falenderojmë nga thellësia e shpirtit, zoti police. Besoj se është koha që të ktheheni në shtëpinë tuaj. Tek gruaja juaj. Do ri dhe pak të qetësoj kukullën time dhe ashtu do bëj, do shkoj tek gruaja ime. Tek Mary. Tek Mary. Edhe nëse do isha unë vendin tuaj, zoti Smith,
Zotëria me Meri. Me Meri. Stanley. Po? Më jepni Togerin Trauton, ju lutem? Po, Togeri Trauton këtu. Oh, më në fund na lidhen këtë herë, zoti Trauton. Jam zonja Smith. Zonja Smith, fat? Po, nga Hamiltoni, nuk ju kujtohet erdhët sot në mëngjes. Po, sigurisht. Digje gruaja juaj për këtë shtëpi. Ja. Alo? Më fali zonja Smith, po dikush na ndërpreu. Se mos është era e parë, besoj ndonjë anomali. Kjo është e sigurt. Më duket se ju ka kuptuar. Alo? Urdhëro. Shqetësohem për burrin tim, zoti Trauton. Më telefonoi dhe më tha që do të kthehem në shtëpi për 5 minuta, por ka kaluar gjysmë ore, siç e kuptoni, u shqetësohem. Kam frikë mos është pleksur, mos e ka gjetur ndonjë bela. Në rregull, çdo gjë është e mundur, zonja Smith, po. Ajo që nuk mund të kuptoj është pse telefononi tek ky numër. Po për t'ju dhënë njoftim, pra për bashkëshortin tim. Për bashkëshortin tuaj. Do me thënë, e fsheta juaj është përhapur kukullat e mia. Droni? Më falni zonja Smith, po më në fund më thoni pse telefononi te ky numër. Po sepse besoja se do t'ju gjeja aty. Aty nuk hyni dhe dilni gjithë ditën ju. Kush? Unë? Po pra, ti dhe gjithë të tjerët si ty, burrat e rajonit e ke fundit. Ata që janë sipër te dhe ata që janë poshtë. Urdhëro! Më falni zonja Smith, po nuk ju lejoj të më vini një kategori me burrin tuaj. Por e pse ju vjen keq ju xhalëm? Këtë punë nuk e bëni ju? Keni shumë gabim, zonja ime. E kuptova. Nuk ju intereson dhe kaq shumë burrim që të merreni me të, Kjo nuk durohet. Më falni, zonja Smith. Po? O shumë bajt të shedhur mbi policinë këto kohë të fundit. Unë jam një polic fiziologjikisht në rregull. Dhe nuk kam fajur në qoftë se burri juaj dhe zoti Gardner janë homoseksual. Homoseksual? Më vjen keq, po amendja juaj është e vërtet. O zoti! O zoti! Ja, këtu e kam qiftin. Në krahun tim. Sa po e pranuan lidhjen e tyre pederastore. Johnny me Stanley? E di zonja, di që është e dhimbshme, po diçka kishit u hatur dhe ju, kështu nuk është. Më fal, edhe jeni bashk tani? Ja, vetëm me shërbim, zonjë. Vetëm për arsye shërbimi. Nuk i keni arrestuar me një fjalë. Për fat të keq jo, zonjë, se çështjet të tilla nuk janë më të palishme. Dhe kjo është me keqja. Mor zotëri, po çfarë kërkojnë ata në rajonin e policisë, po them? Në rajon policie, më zonë. Këtu janë në gastronerën e tyre. Rruga Ljuvri numër 47 në Stratford. Ku vini, vajza? Unë atje ku thatë ju, të qetoj gruan time. Po ju, Kurse unë të gjenjë të më qetësoj mua. kurse unë them që gjëja e më e mirë që mund të bëni është që të zhdukeni jashtë shtetit ku nuk i di njeri bëmat tuaja. Malkuar qof dita që të njoha si më ngatrove shumë i. Të them edhe unë. Pra? Me sa kuptova, bëje një jetë fiziologjike normale me gruan tënde deri në çastin që erdhi ky dhe ti ngatroi të gjitha, Po mirë të gjeti. Se ta kishte e qefi edhe ty. Po iki se po të rri edhe pak akoma do të më hiki mendja e kokës edhe mua. Rrugaç! Ore qera ta i poshtër! Ore ti mos më përdit mua. Pa ti dhe meri të numër telefonin a bare lemsh. Po unë erdha të të them që fotografia jote ishte botuar në gazetë, E di. Edhe unë nuk detyrova ta gris.
Ka grisësh? Po. Unë e në kalova stomak. O, zoti madh, pse nuk ma thekin fillim? E kishim mbyllur këtë muhabet. Ore, unë mirja dola deri në momentin që vendose të më ndihmosh ti Demek. O, zoti I madh. kare. Pederast. E mjatësh. Po ku e gjete çfarë? Ku e gjete? Qepe! Ej, Meri nuk përgjigjet, ose i ka rënë të fikt, ose është nisur për këtu në starthon. Ku e mori vesh dhe Meri e mori. Po ja. John, çfarë bëhet këtu? Mundet ta mësoj? Asgjë nuk bëhet. Zoti Garter erdhi të na bëjë një vizitë. Vizitë, Zoti Garter. Si ka mundësi bre, Zoti Garter? Mos ja tharë hormonet demit dhe ju s'dini gjë. Më falë, po unë s'të ndihmoj dot se nuk kam lidhje me demat. John! Sot sikur kishim vendosur ta kalonim bashkë ditën. E po ja ky erdhi. Kurse tiri bisedon për dema dhe lop. Në rregull atëherë. Unë po shkoj të shtrihem në krevat. Ti nëse do, hajde. Shko në ndërtesën e Stanit e shtriu të flesh bashkë me të. Stanley! Qisha jo, qaj në dysh? O ti nuk e turp ti? Unë turbe? Nuk e turp që ma mban fshehur mua tër këtë kreatyr? Urdhroni? Jo më ta tregoj ty. John, urdhroni? 40, 41, 42, 43, 44. E shikoni tavanin tuaj? Jo, nuk e kam parë, po thua të kulloj. E mbarove ushqimin tënd? Tunja tjeta, Floririn. Zoti Stanley është fshatar, miku i burrit tim. Po, nari. Në tani pa shaka, madam. Po? është mbushit gjithë bojtë të kuqe dyshe meja dhomës gjumit. Ka frikë të kollon dhe tavani juaj. E qarto që të bëjmë, të ngjitemi lart të lajmë dyshe me ty? Ajde keqi mos të mërzit. Do shoj lart do godas. Tam, tapa. Ju këtu poshtë do t'i gjoni. Më duke se dhoma e gjumit është tamam këtu lart. S'prish por. Po sikur të rrjedh. Ti e ullu këtu poshtë, të rrjedh gjaku në kokë. Baj, nari. E shoh të arsyeshme që të largohem edhe unë. Do ikni dhe ju, zoti Garte? Ikni shumë mirë, do bëni, vetëm bëni që shte mundur, na bëni në një telefonat të mësojmë që të reja, kemi ande nga ferma. Edhe mos haroni se shqetësohemi shumë. Zotria që më hapi portën më tha të hyj direkt e brenda. Urdroni. Si më jetë, oke? Mirë më jetë. Jo dhe thosha, kur do nga vi prapa i toke. Më falë që po u shqetësoj përsëri do Po që është ajo fjallë, urdroni, besë më të shërberi. Ju këtu, zoti Smith? Këtu unë. Jo, për tjetëri Smith. Këtu jam. Jo, për tjetëri Smith e kam E ka fjallën për mua, për John Smithin që banon në Milton, për adashin tënd, më kupton? Zoti Smith, erdi të lidhi misi, është tip interesant marrë me mund surpriz, kur u fanem për para kështë si fan dispati. Edhe unë të gjitha i prisja përveç kësaj do më thënë. Si do që tjetë që është e uzë gjithë. Ashtu është. Zoti Smith këtu i aprovoj gjithë ato që u thanë për nga tresat në spital, kështu që nuk kemi më asin nga tresat. Asin nga tres në spital, miru pa. Faleminderit njërë, zoti. O, zoti Smith, më falë që hyra në shpinë tuaj në atë moment të paprishtatshëm. Lese se qanë kokën a ju pa. Nuk ka problem. Mu. E di. Mu. Po bëj gati që të shtrije në krevat me zonjë Smith, po unë ja preva në mes. Seriozisht?
Në qoftë se e vu 3, nuk u ndodha në një moment të vështirë familjar? Jo, ne për arsye të profesionit gjendemi gjithmonë në momente jo normale familjare. Po si që i thash edhe zonjë Smith, kam frikë se në fund të fundit, ai që do ta paguaj është Piqiruku Stanley. Ja një minutje të kuptohemi tash, cili Stanley? Stanley? Piqiruku. I im. Piqirukçuku. I im edhe i Merit, më kupton? Stanley pra, Manari! Manari. Quroj! 5 minuta leje të jap që të vish të shtriesh në krevat. Dashur, kemi vizitor? As mos e qani kokën, unë jam njeri modern shumë. Do të rini dhe shumë juve do t'i... Porterau. Po. Jo, do t'i kizojnë vë pas që dhe për juve ka qenë surpriz. Krufa nërë s'kyzotria si fanti s'pati, e pabesushme. Asgjë nga ato që kanë për deri tani nuk më duket e pabesueshme. Po që të kenë kaq shumë gjëra të përbashkëta. S'ka fajë. Zonja Smith, edhe unë i lutemi këtij zotit Smith tjetër dhe asaj zonja Smith tjetër, mos ta jep atë Stanley vogël për adoptim. Pa adoptoni. Një ide është. Më falë, zoti Smith, po nuk e kisha kuptuar që punët në shtëpinë tuaj që në shumë keq. Edhe aq keq, jo po. Më ndoshta kështu është më mirë për Piqirukun Stanley. Miru pafshim, zoti polis, na falni që unë nga tres, ha? Zoti polis, se jemi në situatuar, po në erdhëm dhe këtu dhe nuk pim treshe kështu si që jemi një... Po limonad. Jo, nga një gotë. Po limonad, Po jo limonad. Zoti Smith merri polici dhe shoqërohet dhe nga kuzhina dhe pini nga një gotë. Limonad. Limonad. Nuk e provojmë njerë këtë limonadën e shtëpisë dhe ndërkohë bëjmë edhe muhabet për problemin që keni ju për të voglin tuaj. Stanley. Stanley! Stanley është në shkollë, budalla. O babaj Stanley! Ro. O zoti Smith, më fali zoti polici, ta shqetësoj vetëm një minu zoti Smith. Ju hyni në kuzhinë e pini sa limonad të do. Po limonad, jo alkohol. Stanley, katastrofë. Meri, e shetera. Meri, Meri, mo. çfarë bëri kur të pa? Nuk bëja se gjë se apo plasa deri në fytyrë, shko ti të hapësh. Ta hapun? Po. Në asnjë mënyrë. Një orë kam që i bie ziles. Shumë mirë, hyrë nga dera e pasme. Çfarë kuptove? Lëri këto tani dhe më thua çfarë bëhet këtu brenda. Këtu asgjë, ja shiko. Përse nuk më tregove që do të vije këtu? Çfarë kërkonit ti dhe Gjoni në rajon? Përse më thanë që jeni homoseksual? Sa koka që e bëni këtë punë? Ka mos ti bëni pyetjet një nga një? Hajde limonad, hajde! Të janë tjetër zonja Smith u qetësuar? Jo, nuk u qetësova fare, dua të di që kërkon burrim në këtë shtëpi. Jam i sigurt që nuk do ketë asnjë kundërshtim që t'ju shpjegohet. Gjoni më përplasi terë në Turin. E po të një gjë të tillë? Gjoni të thash! Ju dëgjova. Është tamam momenti për ta pirë limonatën. Mund të shkojmë. Dëgjoj këtu zonja Smith, ajo kërkesa që u bë këtu brenda, do asgjith të gjitha problemet. Dhe cila është ajo kërkesa, mundet të dëgjoj? Të vijë Stanley edhe të jetoj këtu me Gjoni. E gëzuar. More anormal! More homoseksual! Po guxove ti tjetër syt burrit tim edhe ti propozosh ti? Eri të lutem. Qetësi. Dhe unë që kujtoja se ai punonte gjithë natën për të nxjerrë ditën e punës. Kurse ai nxirrte sytë e tim e ty. Është radha jote tani.
Shtjede, mi thuaj kur të vem në shpinë tonë, shpirt. Cila është shtëpia jona? Le mos bërtit kaq fort tash. Keni njeri tjetër këtu brenda? Jo, përveç me nuk ka njeri. Keni pederast tjetër aty brenda? Vazhdo ti! Vazhdo të pastrosh edhe 5 minuta sa të rregulloj këtë zonjë që ishte te porta. Nuk më intereson se këtu të rregullosh. Hape deri nuk e di. Çfarë theti? Ikim shpirt, ikim. O Zot! O Zot i madh, çfarë bëhet këtu? Asgjë nuk bëhet, po ikim në meri. Do njeri limonad! Nuk do njeri limonad! O vladi! O vlada! Ty do të telefonoj nga hoteli. Kushte ti, kokoko, mund të rish këtu sot me qënë se s'kenderman të shkulesh. Çfarë tha ajo gruaja? Cila grua? Kjo! Nuk është grua, është burri kthyer në grua. Edhe me burr të kthyer në grua që? Është fifia. Fifia është kur e vepër kur zbukurohet edhe del kështu. Do dali do eci kështu rrugëve? Rrugëve, nuk pyet fare, me jam e Shakistanit. Fifia? Po jo, Fifia nuk është fare Shakistanit. Jo që po pinit. Jo. Fifia është burri tënd. Bravo. John. Po pse pederast burri? Oh! Kaq vite ke qenë në rregull fiziologjikisht? Po ti mora normal më more me qaf burrin. Ti më more me qaf burrin. Të gjithë jeni shorduar këtu brenda. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Jo, unë kisha parë, po edhe plesht pederast nuk më këshin zënë. O Lidi, ti ere këtu brenda, apo jo? Po, Unë jam nga ata që rri lartë. e marrë me mënd. Lidi, sa fustan të bukur ke veshur Ledi, shumë i bukur mund të them. Mos do të ta jap një gjiro borç. Oh! Nuk vjen çik më vondi. Më vondi e që voni dashurim, Hajde, bra. 5 kile bojës dhe do të lartë. Sprish punë. Dhe tani cila në vis do na servir? Am vis kërkoni? Po, Urdhëro, zgjidhni edhe merrni 1, 2, 3. prish pune, e marr vetë për sipër. Ka mundësi të më thoni juve zoti Toger, çfarë bëni këtu brenda? Mund t'ju them që nuk është vizitë pune, është vizitë... Mëllëzërore! O zoti ma! Po kur pederastët nuk mbeten shtatzanë, si shumojnë këta? Mua të më falni, nuk kam kohë për të rastje Floririn. Më duhet të jeni si dhomave, nëse nuk shikoj vetë, nuk qëtë shohem. Dhe tani kush dëshiron të pi? Una nuk do të pi. Mirë atëre po pjesim zonjën Smith. Të thash që nuk do të pi. Jo, për tjetrën zonjën Smith e kam fjallë. Cila në qenë ka kjo zonja Smith tjetër? Fifi, ati. Fifi, do të... Do me thënë zonja Smith. Fifi, më pëlqen shumë ky emër. E dini ju si i thëras unë Tines? Po pse keni edhe juve tuaj, e? Kemi 20 vjetë marrëdhënie, Rambo i thëras.
Do me thënë, gruaja juaj I duron të gjitha këto. Ja, për në nga e një lot. E po, kur keni një grua që ju kupton puna juaj, po për mua, ti e pushti me I maftë tu brenda. O, Mos ja vere se është I ke shqetësuar, ta shqe e kupton. a mund më thoni zonja Smith, pse më quajtë pushtin më të madh? Po është e shqetësuar se ka humbur prindrit para shumë vitesh edhe tash I kujton. Unë tani e kuptova. Dhe të hynë prindrit e mi këtu? Jo, Qa keti që e gërmon, mos e gërmoti, le. mos gërmo. John, do ta mbërthej Stanley dhe do t'ja thyej Turinjt. Mos zonja Smith, mos rëndini shpirtin me që keni humbur prindrit para shumë vitesh. O Meri, o shpirt, që të o Meri, o shpirt. Të të rras, doktor? Jo, Mirë dy. Të gjira me Meri. Të gjithë bizojën, 3 me 1, ky është super seks. Igre pierdo. John! Fifi. Fifi! Barbara, po ti sigur je në hotel me shpirt? Mendova që ishte një budallëk I dashuri. Së I budallëk, Çfarë bëhet këtu brenda, John? John? Takoj në Çfarë bëhet Johnny, këtu? hajde mbaj ti se unë nuk e mbaj dot. Fifi, Fifi! ti ike njerë. Mendoj se ishte budallëk. Hajde. Po çfarë gjeti atë kallokrin tënde? Është Kallokrin tënde po të them, çfarë gjeti? Murgesha Meri! Po! E po në rregull, se në rregull. Më mbyti me të shara. Tu një tjeta zonja Smith u qëtuat. Si është tani? Po më mirësh po ta lëm pak në Po krevat. natyrisht. Ej, Hapu Stanley, John! Johnny! John se gjuna! Çfarë bërë më zotë polici, çfarë bërë? Se, çfarë për? Po ta shi që unë plek zonja Smith e këti me ti me në bëtë nëmja të brëtë. Urdo! Moqë fustani! Se për të kështu moj... Moqë fustani! Po të kisha fustanin moj që të fusja në krevat. Ike, Ma mas bëni kështu për një fustan. po ike e që fustanin. Qëtësohu me Meri, Qetësohu motra ime, qetësohu. Mos provo të më quash mua motër. Qëtësohu, shpirt, qëtësohu. Qëtësohu. Qetësohu. Po qëtësohu Do me I Meri. trishtuar. Në këtë burdelo meshku që kam jurë të gjitha do t'i pësoj. Urdhëroni fustanin tuaj. Ja, John, kështu bënte dhe më përpara kjo? ka ikur fare, po. Po këtë po mendoja dhe unë. Po nuk mund të jetë normale një grua që ka vendosur të mos bëj seks. As diskutohet. Kush ka vendosur të mos... Kush ka vendosur të mos bëj seks? Seks! Dua të bëj seks tani! Hajde të bëjmë seks! Ti do seks? Hajde! Ti do? Hajde, John! John! Hajde të bëjmë seks! Seks, John! Hajde! Hajde, John! Mos u jep, John! Hajde, John! Mos u jep, John! Ku ka seks? Tu seks! John! Tu seks! Tu seks! Çfarë tha ashtu? E detyruat burin tim të bëj seks me atë kallogre? Kështu e pëson kush nuk ka jetë seksuale të rregull. Po si mund të ketë jetë seksuale të rregull kur ajo është e martuar me atë? O Zot! Më falni një minutë. Më falë, gruaja juaj është martuar me atë tipin lartë. Po, Doni të thoni me një të ati. po, e mrekullueshme, ë? Shkëlqyer. Edhe diçka tjetër. Stanley, është djali juaj apo I ati? Jo, I ati. E po kështu shpjegot si doli në dritë Stanley.
Përsëri këtu vazhdojnë varavingot, E, po kjo u bë modës tani, zoti polic. Ti kush je? Ti kush je? Mund të më thuash? Polici Trauton nga rajoni policisë Omilton. Po ju kush jeni? Të njëjtën punë kam edhe unë, polici Porterauz i rajonit të Strathonit. A mund të më japësh një çik dokumenti, të lutem, që të vërtetoj se kush nga ju të dy është polic? E mora vesh. Sigurisht. Urdhëroni. Njësoj edhe ky, edhe ky. A mund të më jepni edhe ju dokumentin tuaj ku vërtetohet që jeni polic? Dokumenti? Nuk e kam. E dia. Nuk do të më vini mua ta bëj me 2 burra ju, as me 3, dhe as me 13. S'keni faju kur si u ka arrestuar policia. Ua! Po ju zoti Trauton, çfarë kërkoni juve këtu? Erdha vetëm për çështje pune. Lavdi zoti, se kujtova se keni vajtur dëm edhe juve. Këtu brenda është mafje, është burdello meshkush. Burdello meshkush? Po, edhe këtu është pederasti me i madh nga të gjithë. E gjora zonjë ka shqetësime seksuale. Pa shiko kush flet. Po e ka prerë fare, kupton? Po gjyna që se ke prerë edhe ti. Duke të qeshi që të kam prerë. Lërë po të tem. Kush të gjua më që të më rafi kjo? Po qetësome, papa. Zoti Symir. A ju më qëlloj? Do hash edhe të tjera nëse provon të më prekësh. Si. Gjoni im. Gjonit? Mos më thuaj që ke marrëdhënie edhe me shërbëtoren, Juve e që ngeni tamam policë, zoti Trauton. Po pse shërbëtore ju duket ju? Se çfarë është? Shërbëtor. Po edhe ti ore ma pas ke vjedhur burrin. Unë do të vjedh burrin, po ti je murgesh. E kush ta ka thënë ty këtë? Burri im Gjoni. Gjon. Po ti gjithkohës më ke thënë që unë jam e përsosur në seks. Më nxorë edhe jashtë përdorimit. Meri! Ke patur marrëdhënie edhe me atë? Wow! Barbara! Zoti Symir. Unë jam. Edhe i atje. Mund të pushoni ju? 2 smil të kam fjallë. Thua të mos ta di? Shift janë të 2. Dhe kjo është stroska kufshie për të maskuar marrëdhëniet midis tyre. Jo, unë do të rrëfem tani. Shepe se e rëfyer Jo të rrëfem sakt. Shepe! 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 57, 68, 69, 70. ata fillon nga fillimi. Ti kush je? Ti e blim që pyet, kush je? Polici Trauton nga rajoni policisë Omilton. Po ti kush je? O zosta janë shtuar licat. Kurri? Lartë me Silli. Më falë, Silli, është vllai Stalit? A mund të më thua se çfarë pune e bën ti edhe Sirli? Kur jepet rasti, qepi fustane. E qepni fustan. Se s'thua që këtu është bërë fole homoseksualësh. Ne i shkon gjithu lartë. Dhe në qofë se unë këtë. E ja të gjithë thash. Zotrinj më duket se erdhi ora t'ju tregoj gjithë shka. Alo? Alo, Meri? Se ngre telefonin me shme. Ngrije, të lutem, Meri. Alo? Meri më dëgjon.
Meri, të kujtojt kur më bë një kafe dhe e pi një vetë? Alo, Meri, Barbara më do akoma. Unë të dua ty në Meri. Më zigjon. E di zemra jote nuk më do. E di që nuk më do, prandaj do shkoj të flet poshtë në një peme. Kaluam 10 vjetë të bukura bashkë dhe unë nuk do të harroj kurrë. John, më dëgjon? Kur të vish në për shtëpi, kujdes rrugës se ka rënë shumë shi. Kujdes mos këtohesh.